Vijojnë punimet për restaurimin e kullës së Turanit, një prej monumenteve me vlera të veçanta historike dhe arkitektonike në Bashkinë Korçë. Objekti, i cili përfaqëson një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të zonës, po i nënshtrohet ndërhyrjeve restauruese, me synim ruajtjen dhe rindërtimin e vlerave të tij origjinale. Kryetari i Bashkisë Korçë, Sotiraj Shfilo, së bashku me Ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, inspektuan nga afër ecurinë e punimeve në këtë monument kulture. Jo vetëm që shpëtojmë një vlerë të trashëgimisë kulturore dhe të themi një atraksion i cili natyrisht që ka dhe vlerë turistike, po edhe identitare, që është kulla e Turanit, që objekti që shikojmë pas nesh, i cili ishte një objekt shumë i rrezikuar, jo vetëm për të bërë në një dëm në kuptimin e vizitorëve, po edhe në kuptimin e një humbje të një vlere jashtëzakonshme, të pakthyeshme. Kështu që jemi në rrugë të mbarë në këtë drejtim. Ka qenë një kërkesë edhe banorëve të fshatit Turanit që ky objekt të mirëmbajë dhe të restaurojë, pasi përveç se po humbiste vlerat edhe rrezikonte të shkatërrohet rësisht, por kthehej edhe në një rrezik për banorët, sidomos për fëmijët e këtij fshati. Falë kësaj ndërhyrje, ky objekt do të kalojë fazën e parë, pra do të shpëtohet, do të konsolidohet, pastaj besoj përsëri duhet të ndiqet nga një investim tjetër, i cili të rikthejë edhe hapësirat e brendshme, dhe faza e tretë është patjetër edhe momenti i rivitalizimit. Ndërhyrjet financohen nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit përmes fondit për rastet emergjente në trashëgiminë kulturore. Punimet përfshin konsolidimin e strukturës së objektit, trajtimin e dëmtimeve dhe restaurimin e elementeve arkitektonike, duke garantuar ruajtjen afatgjatë të monumentit dhe kthimin e tij në një pikë tërheqëse për vizitorët e zonës.